Dy rrugët nacionale që lidhin Matin, por jo vetëm, gjithë qarku ndibër me veriun dhe veriperëndimin e vendit janë jo në standardin e kërkuar. Gjendja e rrugës Skuraj-Burrel është e degraduar prej vitesh si pasojë e mungesës së një riabilitimi të plot. Por jo më pak problematike është edhe rruga tjetër nga ura e Matit deri në Rrëshen. Edhe pse kjo e fundit është në kontratë mirëmbajtje nga RSH, gjendja si rrugë nacionale sipas specialistëve është larg standardeve. Në fakt, rruga Shosha e Rrëshen është marrë në inventarin e RSH-s vitin e kaluar, për shkak se që prej ndërtimit të saj në vitet 2012-2014, asnjë institucion nuk e mori në dorëzim. Investimi në këtë rrugë ishte bërë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, i ndarë në dy faza, Rrëshen-Urak dhe Urak-Shoshaj. Cilësia e dobët e punimeve bëri që rruga të degradohej në këtë gjendje që vitin e parë. Specialistët deklarojnë se të dyja rrugët nacionale, Burrel-Skuraj dhe Shoshaj-Rrëshen, ka nevojë për rikonstruksion të plot, pasi mirëmbajtja rutinë është e pamjaftueshme. Për të dyja këto rrugë janë bërë projekte për rikonstruksionin e plot, por mbetet në vullnetin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe institucioneve në varësi të saj për t'i implementuar.